Po diçka me ndodh për shembull ndaj rast, ndaj lidhje, ndaj diçka me kamera mundesh mi gjetë ma lehtë. A kështu jo të merr. Ndonë se shkruan kujdes, jeni në vëzhgimin e kamerave, të njëjtat nuk punojnë në objektin e komunës së Mitrovicës së Jugut. Kështu konfirmoi për Kallxo.com drejtori i administratës Gëzim Stavileci, i cili tha se kamerat e sigurisë në këtë komunë nuk funksionojnë prej 3 vitesh. Nuk funksionojnë kamera, të gjitha kamerat në komunën e Mitrovicës, në objektin e komunës së Mitrovicës. Janë kamera të cilat janë të vendosura që një kohë të gjatë, sipas informatave që i kam. Unë si drejtor që kam ardhur në vitin 2021, i kam gjetë që nuk funksionojnë. Po diçka me ndodh për shembull ndaj rast, ndaj lidhje, ndaj diçka me kamera mundesh mi gjetë ma lehtë. A kështu jo të merr. Drejtori i administratës tha se incidentet e tilla nuk ka pasur, duke shtuar se funksionalizimi i tyre pritet të bëhet gjatë këtij viti. Kemi tentu me i funksionalizu kamerat me IT-n, po nuk kemi mujt, për shkak që janë defekt. Edhe kemi planifikuar në buxhetet e vitit 2022-2023, tash fundi 2024-2025 është buxheti e parakonë. Po vitet e kaluara, për shkak të borxheve që ka pas Komuna e Mitrovicës, për mbarues nuk na kanë lejuar me vazhdu procedurat matutje, i kanë ndërprek mjetet. Këtë vet planifikojna me hap procedurat për me vendos kamerat ose me funksionalizu kamerat ekzistuese. Kur pritet që me u rregullu kjo çështje? A ka ndonjë tender të hapur apo? Jo, nuk ka tender të hapur. E thash që është e buxhetuar dhe presim i hap procedurat për tendere. Për kohën nuk moj me jep afat, për shkak që është koha optimale ligjore që i parashet ligji prokurimet. Besoj që nëse vazhdon sipas ligjeve dhe afateve optimale, besoj që brenda këtij viti të funksionalizojnë kamerat në komunën e Mitrovicës. Sa mendoni që është e dëmshme qoftë për qytetarët që frekuentojnë komunën, qoftë edhe për punonjësit, këto që nëse ndodh ndonjë incident ata nuk kanë qysh me dëshmu nëse nuk ka kamera në institucion. Sinqerisht është mirë mi pas kamerat secili objekt publik, jo vetëm Komuna e Mitrovicës, por secili objekt publik. Në raste të caktuara kishim në shërbyer Komuna e Mitrovicës, nuk është që ka pas në një rast të caktuar, në rast që ka pas incidente në objektet e Komunës së Mitrovicës, po nuk do të thotë që s'ka më pas tarmë. Nuk është që evidentan. Po ne kemi edhe kontratën e sigurimit të objekteve komunale, që kompanitë në fjalë marrin përgjegjësinë për çdo dëmtim në Komunën e Mitrovicës, po njëkohësisht edhe kamerat duhet të funksionalizohen për të më të sigurt edhe punojësit edhe qytetarët. Apo konsideroni që është gabim i qeverisë së që për 3 vite nuk keni pas ndonjë alternativë ose ndonjë tentim që me rregullu këto kamera? Në Florinda mendoj që na kemi tentuar dhe thash edhe më herë, kemi tentuar me funksionalizu. Na i kemi nisë procedurat, e kemi buxhetu, jemi të punuar te pjesa e projektit qysh kanë më vendos kamerat, mos gabofsha, po mos gabofsha 15-20.000 euro. Buxhet i cili është i parakom për funksionalizimin e kamerave. Nëse shkojna me rifunksionalizimin e këtyre kamerave ekzistuese, se janë të punu, a mundu me rifunksionalizu këto kamera ekzistuese. Nëse shkojna me vendosjen e kamerave të reja, po më duket është diçka kosto pak më e madhe.